që janë ullur diferencat, dhe gara ka filluar tani. Çdo javë tani do të jetë një luftë e vërtet me rezultate të paparashikueshme. U fol shumë mirë këtu, po unë them, më thoni kush është i sigurt që shkon në Vlorë dhe fiton. Kush është i sigurt që shkon në Durrës dhe fiton, se po marr to poshtë. Kush është i sigurt se shkon në Bylis dhe fiton. Kush është i sigurt se shkon kush është në vend fundit përveç Tiranës, nuk ka. Janë përforcuar skuadrat. Po të shikosh Besua, Kaplani, kisha fjalën zoti Kaplani, me grupin që ka bërë, me atë që tha i Sufi, bëri në Elbasan, çudi që ai u ankua dhe për arbitrat pasaj, e tjera. Çështja e drejta kishte një moment minutë 88 që dyshoheshe për. Në rregull, ju flisi unë për arbitrat, nuk flasë Jo, thjesht dyshoheshe, pra ata ngritën, nuk mund të marrë përsipër asgjë. Mua s'më duket e normale kjo, parimisht që kur luan Partizani me Gnatian, të vit arbitër trajneri nga Elbasani. Nuk ka logjik në asnjë vend botës. Arbitri nga Arbitri, Bylikbashi i bëri një gjykim perfekt për mua, nuk na dëmtoi fare, po nuk shkon. Perceptimi të lojtarëve dhe ndjenja e lojtarëve që ky ka ardhur nga Elbasani kur është kundërshtarin jo në numër 1 Elbasani. Ka javë, profe, ka javë sa dush, nuk atëherë i bie që Tiranë mos gjikohet nga Tirana. Qëndrueshmëria e Partizanit në rezultate. Vllaznia me një ekip shumë të mirë, ku Kallaku ka bërë mbi 50% të punës, po sidomos Kastrati në super form që ka bërë. Është rikthyer Doda që në të 3 ndeshjet pothuajse ka dhënë 9 pikë vllaznisë. Dodaj. Vllaznia me të vërtetë është një skuadër. Dhe pastaj po flasim. Vora humbi në mënyrë, nuk e di pse, në problematika ankohet Xhabafti dhe të tjerët, por që ishte ndeshje e bukur. Partizani me Ignatin me të vërtetë ishte ndeshje shumë e bukur, për te edhe rezultatit që për ne ishte pak kënaqje, në Partizani e meritoi, në golat ja falëm, me 2 gabime dhe një fjali. Fare, do të thoshe që natyrisht ne aty jemi, Ignati është shumë mirë aty, në të gjitha ndeshjet përjashtoj një ndeshje, ka luajtur më mirë, ka zotruar topin, ka krijuar raste, dhe lajmi është që edhe për Xhemailin Xhemaili është te grupi Ignatiës, nuk ka ikur akoma, nuk e çojnë gazetarët e Xhemailin jashtë. Shumë presidenti, Demrozi dhe klubi. Xhemaili është pjesë e skuadrës, është aty, dhe ne jemi brenda gjithë objektivave, pastaj do flasim me që